Unë është mu i me shku me taku Lumirin, për çka ka folaj me Albinin. Se so kam interesant, so është pjesë e jale. Le t'i groj të tërka. Kritika e kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj drejtuar opozitarëve tjerë që u takuan me Kurtin, sipas LDK-s është qasje destruktive. Fatkeqësisht, në vend të një qasje që do të kontribonte në frymën e bashkëpunimit, kemi parë interpretime që nuk i shërbejnë dialogut të domosdoshëm ndër partijak. Për shkak të kësaj situate nga AK tash e kontestojnë pjesëmarrjen në një takim ndër opozitar për ta diskutuar çështjen e presidentit. Kemi treguar që nuk kemi pas ftesë. Tashti ndodh që as nuk i shkojmë takim më, mirë po urojmë që të gjojnë mirë kuptim dhe të zgjedhim këtë problem, sepse këtu kemi të bëjmë me grumbullim të madh të shumë çështjeve. Ndërkohë, në Partinë Demokratike ende presin një ftesë tjetër nga lëvizja vetëvendosje për ta diskutuar çështjen e presidentit. Mendoj që komunikimet duhet me qenë komunikime zyrtare në mes partive politike dhe jo ose thirrje telefonike ose SMS-a. Në momentin që ne kemi ftesë zyrtare, ka thënë edhe kryetari Hamza, ne do diskutojmë në organet e partisë dhe patjetër që do të marrim një vendim. Por nga vetëvendosje vlerësojnë që ftesa e dërguar te PDK ishte mjaft serioze, andaj tash presin vetëm propozime. Përderisa ata kanë kërkuar që ne t'japim mbështetjen tonë për firma gjithsesi edhe për mbështetjen me votë pastaj për kandidatët e tyre, është mirë që të mos kërkohet një mbështetje blanko, pra pa emër, por të dalin me propozime konkrete. Derisa partitë presin propozime e lëvizje nga njëra tjetra, kanë mbetur veç 21 ditë afat për zgjedhjen e presidentit. Për këtë çështje ndihmë premtoi sot edhe ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, por pa specifikuar se në çfarë forme do mund ta bënte këtë. Unë jam, si do të thënë, shumë e hapur që me ndihmu nëse mundet.